Mbrëm kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj në mënyrë briljante ka bërë prezantimin e kandidatëve të PDK-s, që kësaj radhe garojnë për zgjidhjet e 7 qershorit, kurse para mjekëve, infermierëve dhe punëtorëve të tjerë të shëndetit primar. Kryetari Totaj tha se tashmë ju po e shihni se çfarë po ndodh me Kosovën, prandaj kisha thënë bollmë. Është radha që kësaj herë i themi stop. Janë 255 të ndera, një burimore mbi 400 milion të harxhuara në emër të ndihmave. Me faktorin ndërkombëtar, Kosova i ka prishur raportet deri në fund, tha kryetari Totaj. Jemi dëshmitar të një periudhë diku 5-6 vjeçare, një këtë qeverisje drastike, e cila ka premtuar shumë gjona, ka pas premtime megalomane, gjona të cilat as mendja s'ti merr. I dini çfarë premtime kanë dhënë për zhvillim ekonomik, i dini çfarë premtime kanë dhënë për antikorrupsion, i dini çfarë premtime kanë dhënë për nepotizëm, kurse ato gjona të më ekstreme që që si kanë njoftë as simbolet e këtij shteti, se ka njoftë as himnin e këtij shteti, kanë premtuar bashkim kombëtar, edhe mas 5-6 vjetë sot, ku jemi? Çfarë rezultati kemi të qeverisjes një partie e cila ka pas pothuajse komplet pushtetin, se ka pas shumicën absolute të votave. Kemi rënje edhe degradim të çdo indikatori që përcakton cilësinë e jetës në Republikën e Kosovës. Kjo e fillu për standardet, zhvillimit ekonomik, kvalitetit jetës, izolimit ndërkombëtar të Kosovës, korrupsioni jo që nuk u zhvillu, po është rrit, nepotizmi po ashtu. Pastaj kandidatët që prezantuan aty u fokusuan për faktin se pse duhet të votohen këta kandidatë të Prizrenit. Kandidati Shkelzen Kastrati tha se ju e dini se janë ata të cilët meritojnë shumë, andaj për ju nëse do të jemi atje në kuvend do të bëhemi zëri juaj. Punën që bëni dhe vlera që i keni ju. Si president i kryeministër, ministër i pasën e i varfën s'kan çare parë të ju me marshëllimin me ju. Me të vërtetë është punë fisnike që e bëni, dhe ne si politikë ndoshta shumë pak jemi të vë për juve sa kërkojmë na nga ju. Por nuk du mu zgjeru në problemet që i ka shteti i Kosovës, e ka shumë, i përmend disa kryetari, thjesht ju falenderoj dhe bashkërisht mendoj dhe jam i bindur që për të mirën e Kosovës të themi krizës stop, të themi stop degradimit që ka ndodhur deri tash, bashkërisht të ecim përpara për një Kosovë që duam, një Kosovë të ndërtojmë së bashku. Kandidati Gjafer Hoxha i tha se ndjej privilegj që sot në këtë gjendje jam para një audience që e di se ju do të bëni shumë për qytetarët. Ju e dini se kemi shumë probleme, hasim shumë probleme, sidomos ju që ballafaqon në ata, mungesa kushteve esenciale, mungesa banave esenciale, e di që është rënë për ju, kur vjen pacient të ju dhe i thoni se do të më shku diku tjetër për mu pajis me bana marrë prapë të ju. Po jemi shkurt edhe i qartë, midis gjithë tyre probleme është i zgjidhje. Mi e thonë stop krizës edhe me vazhdu përpara me produktivitet. Ai produktivitet e ka vetëm një numër, që shëndron prapa me 125 është Partia Demokratike e Kosovës, është Bedri Onca për kryeministër. Edhe nëse ju duhet një djalë i ri me që ta thanë që 50-50 gra po duhet edhe 10% mi allon rinis, votoni numër 72. Pastaj Jona Hoxha, Lumnia Rakaj, Adelina Minci dhe kandidati Ramadani folën edhe për arsimin dhe pse duhet votuar kandidatët e Prizrenit. Ju ftoj që ta votoni vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës, vizionin e kryeministrit Bedri Hamza për një shëndetësi më të mirë, për një Kosovë me më shumë mundësi. Pyq me vizionin e qartë për ta bërë Bedri Hamzën kryeministër të Republikës së Kosovës, sepse unë besoj fuqishëm që Partia Demokratike e Kosovës është partia e cila ka zgjidhje për të gjitha problematikat. Nëse dikush është që nuk pyet për orar, jeni ju, që nuk keni orar, por jeni gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit për punën, profesionalizmin dhe për kushtimin tuaj. Jam ngjarjes informacisë çdo ditë me ju, çdo ditë pranë juve, me pacientin, me sistemin shëndetësor i cili në Kosovë me të vërtet ka nevojë për disa ndryshime. Ka nevojë për profesionalizëm, ka nevojë për respekt dhe sa më afër qytetarit. Për të ndërtuar një shtet të fortë, normalisht duhet të jetë një shëndetësi e fortë. Për një shëndetësi të fortë, duhet të respektuar sfari profesionistët shëndetësor
pastaj qytetarit të vendoset me qenë. Shteti ynë fatkeqësisht është duke i favorizuar produktet e importit, në të cilën shohim që ka mungesë të kontrolleve, në të njëjtën kohë kemi produkte të pakontrolluara në tregun tonë. Arsyeja pse po them këto se kjo ndikon direkt në shëndetin e qytetarëve tonë, fëmijëve tonë dhe të ardhmës tonë. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.